Qyteti Pogradecit vijon të përballet me një problem që shqetëson banorët dhe vizitorët. Prania e shumë të qendrëve ndacak në rrugë dhe hapësira publike. Në shumë zona të qytetit, qendë shihen televizin lirshëm pranë pallateve, institucioneve dhe zonave turistike. Banorët shprehen të shqetësuar për sigurinë, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit, ndërsa disa prej tyre thonë se kanë patur raste frike apo incidente gjatë lëvizjes në qytet. Problemi shtohet edhe gjatë sezonit turistik duke ndikuar në imazhin e Pogradecit. Nga ana tjetër, Bashkia e Pogradecit pohon se ka ndërmarr masa për menaxhimin e situatës. Sipas autoriteteve lokale, janë kryer ndërhyrje për kapjen e qenëve ndacak dhe janë bërë përpjekje për strehimin e tyre, por mungesa e fondeve dhe kapaciteteve e bën të vështirë zgjidhjen përfundimtare. Aktivistë për mbrojtjen e kafshëve kërkojnë zgjidhje afatgjata dhe humane si sterilizimi dhe vaksinimi i qenëve si dhe krijimin e një qendre funksionale strehimi. Ata theksojnë se largimi përkohshëm i qenëve nga rruga nuk e zgjidh problemin. Ndërkohë, qytetarët presin një strategji të qartë dhe të qëndrueshme për institucionet për të garantuar siguri publike dhe mirëqenie për kafshët. Problemi i qenëve ndacak në Pogradec mbetet ende i hapur.